prapa ktheu, Aha. atëherë ka mundësi që edhe procesi të kthehet nga fillimi. Dhe këtë po e provon Serbia në kurizin e vet. Në kujtesën tuaj unë do t'ju them diçka. Serbia ka hapur ndryshe nga Shqipëria gjysmën e kapitujve, po ndërkohë ka mbyllur 2 kapituj. Ndërsa Malizi ka hapur të 33 kapitujt dhe ka mbyllur 14 deri tani. Shqipëria është e dyta që ka hapur 33 kapituj dhe tashmë është në procesin e asaj që zoti Rama beson që deri në fund të këtij viti do mbyllen 10 syresh. Që do të thotë është një ndërmarrje gati e paimagjinueshme vetëm 2 vite më përpara. Po. Por procesi është mirëfilli teknik dhe mungesa e transparencës nga qeveria për të treguar këto hapa. Nga ana tjetër, procesi shumë i vështirë teknik dhe nga ana tjetër puna shumë e madhe e burokratëve shqiptar. Burokratëve jo në kuptimin e keq siç jemi mësuar, por atyre individëve që janë pa emër, pa figurë, por që punojnë jashtëzakonisht, i dedikohet e gjithë kjo punë. Unë mendoj që momenti sotëm është moment pozitiv për Shqipërinë, po nga ana tjetër, që sot e tutje qeverisë shqiptare do i kërkohet llogari e jashtëzakonshme për rezultatet. Deri tash ju e dini që merret me pjesa e integrimit është pjesë ku ti përshtat ligjin, por pak më vonë do vihet në funksionim standardi që do të thotë sa ti ke vendosur në zbatim këto. Dhe vetëm t'ju kujtoj diçka, Klodi. Janë 150.000 dosje që presin në sistemin e drejtësisë. Sistemi i vettingut tregoi që ka probleme pafund dhe një pjesë e njerëzve që kanë dalë nga sistemi dhe që tashmë kanë hapur gjyqe në institucione të tjera, ka treguar që pjesa e vettingut kishte shumë probleme. Nga ana tjetër, po të mendosh për shembull pjesën e krimit të organizuar, të mendosh problemet e administratës që është një nga kapitujt e të tjera, Patjetër. tregon që Shqipëria ka rrugë të jashtëzakonshme dhe shumë të vështirë. Por duhet të jemi krenar për diçka. Para disa vitesh kjo as nuk mund mendoj ky hap ku jemi tani.